Unë jam e shoqja Besnik Çakut. Do kështë pas shefe që dore kush që ka një emrin e tij. Faleminderit. Besniku është bashkëshorti jam, baba e Donës, Arjece Elis, vllai i Arsit Çakut, vllai i Meric, bukurisë Meric edhe Esës. Dy prej tyre janë prezent, këto janë shumë të emocionuar me ata. Dy fjalë shkurt, unë kisha marrë tanatën të folë për Besnikun, po nuk kam momenti, po Besniku ka qenë mësues matematike në këtë shkollë. Mandej shkoj u badhen ende në shkollë, i ka gëzuar shumë ato vite, i ka pëlqyer shumë qëndresa këtu. Por ka badhe shkollën gjimnazin këtë shkollë, pra ka pas një eksperiencë gjatë. E do të fart, sa herë vishim, delte një aty zotë më bën fotografi këtu, e vashin fotografi Besnikut. Besniku është da nga jeta 6 muaj përpara, kam shumë fresk dhimbjen, prandaj jam pak emocionale. Për ne ishte iniciativë e re edhe po shkeshim terren pa njohur, veç dëshirën kishim, asnjë gjë tjetër. Na orientoi, na ndihmoi. Jena sot këtu. Ju falenderoj gjithëve. Tash i ka rallën Angela. Jena shumë gëzuar që këtë çmim i shkon Angela Gjura. Modest për përpjekjet që ke bati, që është nga viti i para deri në vit 4, e për karakteristikën e karakterin tënd, që ke treguar në komunitet, në shkollë, që shkon edhe për prindërit tuaj, se jam e sigurt që pa prindërit ti nuk do të kisha arritur ku je, bravo të qoftë. Edhe besoj që këto vlera ti vazhdosh edhe me tej, që të realizosh ëndrat e tuaja, por që të bësh një ndryshim në rrethin ku do punosh të jetosh. Urime, jam shumë gëzuar për ty. Edhe mi bën fala vonë. Kjo është iniciativë familjare, e sponsorizuar nga ne si familje dhe do vazhdojmë për aq kohë sa të jena gjallë, për të ndihmuar shkollën, për nxënësit që e meritojnë sidomos. Faleminderit shumë. Zonja Çaku, do doja të falenderoja në emër të bordit të shkollës, të gjimnazit, edhe për ne ishte eksperiencë e re dhe me shumë përgjegjësi. Jemi përpjek që të përzgjedhim kandidatën e denjë për çmimin e dhënë. Falenderojmë shumë, jemi shumë mirënjohës. Ju la gjithë me një mesazh prej Besnikut. Besniku ka lënë shumë fjalë të mira për ne si familje, për thotë i zotë varzave. Dojnë Shkodrën, se si Shkodra, si Zdralja nuk ka kërkëm. Ta dojnë Shkodrën. Këto që tjera ka të fejnë krytin mrapsh, edhe të japim diçka Shkodrës, nështë edhe gjagja me një mënyrë konkrete, po edhe një fjalë të mirë për njëri tjetrin.